Benvenuti ragazzi e ragazza, sono tornati di nuovo con il nostro prossimo video, il mio canale. Përshëndetje miqtë, mi u rikthyer përsëri me videon ton të radhës, me videon ton krejt më të re të radhës. Sot do të bëjmë reaction këngën e Gjestit Veshundërçu. Edhe shumë vetëm më kanë sugjeruar me e bë këtë këngë reaction. Edhe unë kam gjuar këtë këngën edhe vetë, e më ka pëlqyer si klip, si këngë, edhe desha me nda edhe me ju, bashkë me ju, edhe me jep mendimin tim deri në fund për këngën. Shkojmë ta ngjojmë tani këngën e Gjestit Veshundërçu. Kanzon gusha me bo, qysh bë me thonë ty jo ajo ka lind për mu, unë e des për ta. Për mu, unë e des për ta. Gjesti ka shumë këngë të bukura, sidomos kur ke Big Brother u bë shumë i famshëm, mori shumë famë ke Big Brother që fitoi. Ko ke sigur gënë të nëzit, qoko në deses. Apo dëmë sini ma vën, nësë dan me ti. Veshundërçu, ka dale. Si të shfaqeve Gjesti mori shumë famë ke Big Brother kur fut, mori shumë njerëz fillun ta pëlqyjnë, edhe e pëlqejnë shumë madje Gjestin. Çdo video e tij merr mbi 5 milion views. Veshundërçu, ka dale, hadi hajt më se bo. Hajde hajde mos e bot madhe. Jena nda, unë zemër du hala. Për kë mund t'je kete këtë Gjesti këtë kanë? Mund t'ja dedikoj dikujt? I kom 100 tjera, po si ti s'kom pa. Më një foto baby, po du me të ku jeti, para me no unë e ti. Ku jeti o baby, para me no ku jeti. Blockade interneti, TikTok, tjena bas non-stop, TikTok. Tjena bas non-stop. I like it, you like it. Të pëlqej? Më pëlqen? I like it, you like it, hedi këti miti ina tikta. Kush ka thonë që na dy bashkë nuk jena ma? Kush ka thonë? Pra, shkruaj në koment, kush ka thonë? Kush ka thonë unë di që jena nda. I like it, you like it, pa neve nuk ka bës, nuk ka parti. Veshundërçu. Disa këngë për mendimin tim Gjestit shumë bukura, edhe kënga edhe humja e të vuajt, meve shumë keq, se kam vua vetë, edhe ndjeva shumë keq. Dale, hadi hajt më se bot madhe. Na jena nda, po me zemër du hala. I kom pas 100 tjera, po si ti s'kom pa. Asuna. I kom 100 tjera, i kom edhe po si ti s'kom pa. Ti s'kom pa. Videoaktivitetin një më duke shumë nice, shumë very nice. Son të kesh ti mu de. Son të kesh tu de. Son të kesh ti mu de. Të lali Dije se bedi botën e Po ju qa mendimi keni për Gjestin? Si këngëtar, qa mendimi keni? Edhe kur ishte në kohën e Big Brother, të aje votoshit atë në mbështesnin Gjestin apo jo? Kanë zonë gusha me bo, qysh bë me të thonë ty jo Kanë thonë ku që ka me bo, qysh me të thonë ty jo. Ajo vdes për mu, unë vdes për ta. Kanë për mu, unë e des për ta. Ke sigur gënë të nëzit, çokolat. Gocë nëzit, hajde në çokolat e nëzit. Kjo dhe jetë e fejnë me ndojë. Deses, apo dëmë sini ma vën, nësë dan me ti. Veshundërçu.
shpresha veshu ndrequ, ka dale. Ndrequ, ka dale. Hadi çu, hajt më se po t'mare. Na jena pa, po unë zemër du hala. Zemër du hala, I kom pas një 100 tjera, si ti s'kom pa. Kjo pra ishte dhe kënga e Gjestit, veshu ndrequ, ka dale, hajde mos e bot malë. Edhe si që fash, kur hyri Gjesti në Big Brother, mori shumë famë, mori shumë përqime, shumë vështetje, edhe e fitoi Big Brother, sidomos, e fitoi. Edhe mendimi im që mund t'i jap të këngën është, Gjesti si këngëtar është shumë I mirë, Gjesti është shumë ke kënga e dashurisë sa kënga rrepit, ai më të mirë bën këngë. Më të mirë, normale shumica e këngëve ka këngë dashurie, edhe ato është më shumë ke këngë dashurisë sa mund ta shohësh ti nesër pas nesër me bërë këngë re. Jo, me bërë këngë re, rap mund t'jetë shumë, se di si ta them, mund t'jetë shumë dobët se sa me këngë dashurie. E Gjesti është më shumë ke këngë të dashurisë. Siç kënga e Don Gjonit me Vincin e Stilfin, Ghetto. Për mua Don Gjoni nuk është shumë ke këngë, nuk është shumë ke bashkëpunimi me Vincin e Stilfin. Nuk janë shumë aty bashkë që mund të mendoj që ishte në një këngë, wow. Stilfi e ngrinte pak më shumë nivel lart kënga, hyrja Stilfi, kurse Don Gjoni prishte këngën dhe prishte nivelin e këngës, edhe për mua mund t'i japë notën këngës e Gjestit, mund t'i japë notën 9.5 në 10, sepse Gjesti është për këngë dashurie, e nuk është për këngë rap. Se qoj ti sa dush për këngë rap Gjestin, është krejt blos për mendimin tim. Edhe kjo pra ishte dhe kënga ime për sot. Kënga ime. Unë s'këndoj pa. Kjo ishte reaction im për sot. Komentoni aty kënd doni me bërë reaction. Ravës që vjen. Edhe mos harroni, boni like, subscribe, shtypni ikonën zile se tung e shihni në video në Ravës.